Kandili ndriçues ju paraqet. Hoxh Bahri Curi. أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال شفاعة قبل رسول الدبور الله نذات فيار نذات برسيل نذات الشيمة نذات أوردرا يسوع كميات برسية راضس من كت حديث شفاعة نذات برسية باس وضد وإياك والمعصية فإن المعصية حل سخط الله që do të thotë në përkthim kjo porosie për Pejgamberit alayhis salam, kujdes, ruaju dhe largohu nga mëkati, sepse mëkati lëshon udhërimin e Zotit. Mëkati shkakton zbritjen e dënimit të Zotit. Dhe po thotë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa khayru al-khata'in at-tawwabun. Çdo njeri është gabitor, çdo njeri gabon. Por më i miri për atyre që gabojnë ata që pendohen. Çfarë do të thotë kjo? Secili prej nesh gabon, por gabimin e njëjtë dy herë nuk e bën. Tu që të negativit. Gabimin e njëjtë dy herë nuk e bën. Ka gabuar herën e parë, nuk e ka ditë. Do shta se ka ditë që o gabim, që o gjuna. Por e mori vesh, po nuk e përsërit. Po edhe nëse e ka gabuar një herë, nuk e ditë që gabim, po që e gabuar, ai njëherë pendohet të Zotit, kërkon falje të Zotit, e urrin atë gabim të cilin e ka bërë, edhe nuk e përsërit më kurrë. Edhe nëse ka gabuar, nuk e di mirë të krenar me gjunahen që e ka bërë, por njën keqare me të vete, e njën i parorrejke me të vete pse ku bo një gabim të tillë. Atër është shenjë pendimit të tij, edhe shenjë pranimit pendimit të tij nga ana e Zotit. Dhe që do t'ja falën gjuna ati personit cili dhe marrë të gabuar këtë forë. Hoxh Bahri Curi është nga fshati Lug, komuna e Podijevës në Republikën e Kosovës. I biri Behxhet Ibrahim Curit është i lindur me 27 mars të vitit 1975 në fshati Lug. Shkollën fillore kreu në Lug dhe në Lozhan në vitin 1990 në shkollën fillore 28 nëntori, ndërsa sot Afrimi dhe Fahriu. Bahri Curi, shkollën e mesme e bëri në medresen e mesme Laudin në Prishtinë gjatë viteve 1990-1994. Gjatë vitit shkollor 1993-1994 ishte kryeredaktori fletushkës së medreses Drita e Kuranit. Pas diplomimit në medresen punoi imam në xhamin e Lozhanit deri në shtator të vitit 1995, kur u pranua në Universitetin Islam në Medinë të Arabisë Saudite. Gjatë viteve 1998-99 ndërpreu studimet universitare dhe u kthye në Adhe për të rreshtuar në radhën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës deri në fund të luftës. Pas luftës vazhdoi studimet dhe në vitin 2003 diplomoi në Fakultetin e Shariatit, Jurisprudenca Islame në Universitetin Islam në Medinë të Arabisë Saudite, që nga viti 2003 deri në fund të vitit 2007 ishte redaktori i programit edukativ fetar në Radiovizion në Podijev. Në shtator të vitit 2003 e filloi punën imam në xhamin Imam Ebu Hanife në Penun të Podijevës, të cilën e vazhdon edhe sot. Angazhohet në shumë radio televizione me tema emisione islame, si në Radio Lapi, Radiovizioni, Radio Kosova e Lirë dhe PIS TV. Merret me aktivitetet të ndryshme për të gjitha moshat dhe gjinit. Nuk po thotë ndash ndalë, ndash bane, po thotë gjithçysh largohu. Pra me gjënave, mëkateve, çfarë të qofshin ato, thotë largohu gjithçysh. Nuk ka këtu alternativë ndash bane, ndash mos e bën, po thotë gjithçysh mos e bën. Sot haram, është mëkat, është gjuna,
i cili e zbret dënimin e Zotit, e zbret dëshkimin e Zotit, hidhrimin e Zotit, po edhe mallkimin e Zotit. Janë mallku ata njerëz nga Banu Israil, Jahudit, ma herë. Janë mallku përmes gjuhës së Davudit dhe Isës, birët e Mërjemës. Janë mallku nga Zoti ka sa ata nuk besu, për fakti se ata po gjunohen, po n'katen, dhe kaluar vijat e kuqe. Kaluar vijat e kuqe. Allahu Jalla Sha'nuhu subhanahu wa ta'ala pejgamberi alayhi salam në hadithin thotë inna Allah farada fara'ida fala tuti'uha. Allah ka caktuar disa farze, disa detyra dhe obligime, prandaj mos e humbni ato, mos e lani arash. Po si pejgamberi alayhi salam, farze që ka caktuar Zoti mos e lani arash, por kryeni ato. Po ashtu thotë, uhadda hudud fala ta'taduha. Ja ka caktuar kufin, ja ka putur vijat e kuqe. të cilat nuk mund të kalu, pra mos i kalon ato. Hoxh Bahri Curi ka përkthyer këto libra, disa bindje të shetëve, një ditë në jetën e një fëmije musliman dhe të tjera në punim e sipër, ndërsa në bashkëpunim me të tjerët ka përkthyer këto libra, Perëndoria Osmane, faktorët e ngritjes dhe rënies së saj, rrëfimet e vërteta pejgamberike dhe të tjera në punim e sipër. Shkroi dhe përktheu shumë artikuj të cilët u botuan në revista e gazeta në përbotën shqiptare, si brenda vendit ashtu edhe jashtë saj. Hoxh Bahri Curi shkroi dhe përktheu shumë artikuj të cilët u botuan në revista e gazeta në përbotën shqiptare, si brenda vendit ashtu edhe jashtë tij, po ashtu dhe u publikuan në portale të ndryshme në internet. Merret me redaktime dhe recensimin e shumë librave të ndryshëm. Studimet postdiplomike i vazhdon në Universitetin Publik Hasan Prishtina në Prishtinë. Jeton në fshatin Lug dhe vazhdon me punime e përkthime, si dhe vazhdon punën e imamit, hatibit, vaizit dhe mualimit në xhamin e Imam Ebu Hanife në Penu. Hoxh Bahri Curi është i martuar dhe ka 2 fëmijë. Allahu e ruajt dhe nderoft hoxhën tonë të nderuar Bahri Curin. أين الهروب وما من قضاك تحمى الصيام